Do befasoheni me atë çfarë mund t'ju ndodhë nëse mbani një thelbi hudhër në gojë për 15 minuta. Hudhra njihet për shijen e saj të veçantë dhe përdoret në kuzhinë në mbar botën, por romakët dhe kinezët e përdorin atë edhe për shkak të vetive të tyre shëruese në lehtësimin e një sër komplikacionesh, duke cilësuar hudhrën si një nga zgjidhjet fantastike lehtësuese për mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Në të vërtetë, ajo ka veprime të mira anti-inflamatore antibakteriale, të cilat do të ndihmojnë në trajtimin e komplikacioneve të ndryshme, të cilat mund të përmirësojnë shëndetin dhe të mbajnë larg edhe komplikacionet e saj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përbërësit magjik të hudhrës ndihmojnë në trajtimin e komplikacioneve siç janë për shembull edhe dhimbjet tuaja të dhëmbit. Përbërësi i saj magjik quhet alicin që gjendet te lëngu ngjitës i bimës. Për dhimbjet e dhëmbit, të shkaktuara kryesisht nga infeksione të ndryshme që mund t'ju prekin gjatë natës, fërkoni gjysmë thelbi hudhër mbi dhëmbin ku keni dhimbje për 10 minuta për të zvogëluar kështu shqetësimin, kur të fillojë që të ketë edhe më shumë dhimbje. Përtypni butësisht një thelbi hudhër për të lëshuar lëngjet e saj. Brenda 15 deri në 20 minuta, dhimbja do të lehtësohet ndjeshëm derisa të merrni edhe trajtimin e specializuar ditën e nesërme. Është një trajtim urgjent i përsosur, me rezultate fantastike në dobi të shëndetit tuaj, veçanërisht nëse në një fundjavë dentisti është mbyllur dhe nuk keni nevojë që të bëni rrugë të gjata. Por mos harroni se kjo nuk është një kurë, është vetëm një masë urgjente që mund të merrni për lehtësimin e komplikacioneve të saj. Të nesërmen është e rëndësishme të shkoni tek dentisti për të marrë trajtimin e specializuar për të lehtësuar këtë komplikacion. Mund të tingëllojë e çuditshme dhe qesharake, por nëse mbani një thelbi hudhër në gojë për 30 minuta, ju mund të merrni përfitimet e saj unike në lehtësimin e një sër komplikacionesh, si tonelthisajt. Në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që hudhra ka në dobi të shëndetit tuaj sipas ekspertëve të shëndetit. Hudhra është përdorur si një ilaç për të parandaluar ose kuruar një gamë të gjerë të problemeve me shëndetin. Hudhra merret më shumë kundër komplikacioneve që lidhen me shëndetin e zemrës, merret edhe kundër problemeve të sistemit të qarkullimit të gjakut. Këto kushte përfshijnë presionin e lartë të gjakut, kolesterolin e lartë, sëmundjet koronare të zemrës, atakun në zemër, gjithashtu edhe arteriosklerozën. Shkenca mbështet përdorimin e hudhrës edhe në disa raste. Hudhra në të vërtetë mund të jetë efektive në ngadalësimin ose zhvillimin e arteriosklerozës dhe duke se është në gjendje të ulë presionin e gjakut në nivele krejt normale dhe të përmirësojë gjithashtu edhe gjendjen tuaj imunitare sipas saj. Disa njerëz mund të përdorin hudhrën për të parandaluar krijimin e radikaleve të lira në zorrën e trashë, problemet e stomakut, të gjirit, problemeve të prostatës, të mushkërive e të tjera. Por hudhra mund të japë përfitime fantastike në shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe ndikimi që ajo ka në organizëm do ta kthejnë atë në një aleat të vlefshëm kundër këtyre komplikacioneve, fal alicin, përbërësit kryesor shëndetësor të saj. Është një substancë aktive që i jep hudhrës gjithashtu edhe vlerat e saj ushqyese edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Disa njerëz e përdorin hudhrën si një zgjidhje lehtësuese në mbrojtjen e shëndetit edhe kundër problemeve të tyre. Prandaj në këto raste hudhra mund të jetë aleate më e mirë e shëndetit kundër problemeve, sidomos të radikaleve të lira. Disa produkte të hudhrës që janë pa erë bëhen duke lënë hudhrën të piqet, por ky proces gjithashtu mund ta bëjë hudhrën më pak efektive. Hudhra është një erëzë e jashtëzakonshme e dobishme në mbrojtjen e organizmit dhe si e tillë mund të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni që të përfitoni nga vlerat e saj, duhet ta konsumoni të papërpunuar. Kinezët vendosin një thelbi hudhër në gojë për 30 minuta.
ata e praktikojnë në këtë mënyrë si një zgjidhje lehtësuese kundër një sër komplikacionesh që I kanosin kryesisht edhe problemeve të mëngjesit. Rezultatet do t'jenë të menjëhershme dhe në dobi të mbrojtjes së organizmit tuaj, citon studimi. Ndaj përfitimet e saj mund t'jenë një mburojë më e mirë për ju. Trupi merr të gjitha lëndët ushqyese të lëshuara kryesisht në përshtyp dhe pastron gjithashtu edhe enët tuaja të gjakut. Pas 30 minutash, përshtypni hudhrën, lani dhëmbët dhe nëse keni erë të keqe të gojës, mund të përtypni kokrat e kafes ose edhe gjethet e majdanozit. Përdorimet të hudhrës si karamele gjithashtu edhe mund t'jenë një zgjidhje lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve, duke I dhënë asaj një rëndësi të veçantë në lehtësimin e problemeve shëndetësore. Ajo mund të detoksifikojë më mirë trupin tuaj, të promovojë gjithashtu shëndetin tuaj të veshkave, të pastrojë lëkurën, të veprojë edhe si një përforcues I sistemit tuaj imunitar. Gjithashtu të veprojë në mënyrë efektive kundër komplikacioneve të imunitetit, bronkitit, të kontrollojë oreksin dhe të kontrollojë gjithashtu edhe shëndetin e imunitetit tuaj. Është e rëndësishme që të përdoret me kujdes në përditshmëri. Kështu, ndikimi I saj në mbrojtjen e organizmit tuaj do t'japë rezultate të forta praktike edhe në betejën kundër komplikacioneve. Hudhra është një zgjedhje mjaft e mirë me efekte të jashtëzakonshme. Vlerat ushqyese që ajo bartë do ta kthejnë atë në një prej produkteve më fantastike për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hudhra është një nga bimët më të vjetra që ka gjetur përdorime në të gjithë botën. Është e shkëlqyer jo vetëm për gatim, por gjithashtu edhe për mbrojtjen e organizmit tuaj në tërësi. Hudhra është e përdorur edhe si një ilaç në lehtësimin e inflamacioneve të stinës. Hudhra është veçanërisht e pasur me vitaminën C, vitaminën B6 dhe gjithashtu nivele shumë të mira të kaliumit. Përveç kësaj, ajo përmban vitaminën A, vitaminën K, acidin folik dhe shumë minerale të tjera të rëndësishme në dobi të shëndetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hudhra mund të ndikojë edhe tek nivelet tuaja të sheqerit në gjak. Hudhra mund të ndihmojë diabetikët të mbajnë nën kontroll lluatit e sheqerit sepse përmban mangan dhe ndihmon edhe në mbajtjen nën kontroll të gjendjes suaj nëse konsumoni së paku një thelpi hudhër në ditë. Kriprat e manganit karakterizohen nga një veprim hipoglikemik, domethënë redukton edhe lluhatit e sheqerit. Hudhra përmban gjithashtu edhe komponent squfuri, shumë të rëndësishëm këto gjatë aktiviteteve tuaja ditore, citon Elthisaj. Ajo mund të ketë efekte mjaft të mira edhe për shijen e ushqimeve. Ka efekte të forta biologjike gjithashtu kundër komplikacioneve të organizmit. Ndaj përdorimet të tilla të saj mund të jenë alternativa juaj më e mirë. Hudhra mund të jetë një aleat e çmuar e organizmit tuaj edhe në betejën kundër kolesterolit të keq. Hudhra përmban oligosulfurik që ulin nivelin e kolesterolit në organizëm dhe gjithashtu mund të mbajnë nën kontroll lluhatjet e komplikacioneve të tyre, duke përmirësuar kështu sintezën e nyjeve dhe duke mbajtur larg edhe komplikacionet e kyçeve. Është e rëndësishme të përdoret si duhet dhe asnjëherë me teprit, në mënyrë që përfitimet e saj të jenë unike në mbrojtjen e shëndetit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve. Hudhra ka veti të mira antiinflamatore. Inflamacioni është përgjigjja natyrale e trupit ndaj lëndimeve ose edhe infeksioneve të ndryshme, kështu që luan një rol kyç në procesin e shërimit. Megjithatë, inflamacioni kronik rrit riskun e shumë komplikacioneve, duke përfshirë diabetin, sëmundjet e zemrës, gjithashtu edhe sëmundjet kardiovaskulare, artritin reumatoid dhe disa lloje të tjera të komplikacioneve që e rëndojnë akoma dhe më shumë organizmin tuaj në tërësi. Ndaj përdorimet të tilla të hudhrës mund të jenë aleate të mira edhe kundër këtyre shqetësimeve. Sigurohuni të konsumoni hudhrën sa më natyrale për të evituar kështu edhe ndikimin e tyre në dëm të shëndetit, vetëm se duhet ta përdorni me kujdes dhe brenda normës së lejuar. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.